Përgatitjet për zgjedhjet vendore dhe riorganizimi i strukturave në terren, Partia Socialiste e Vlorës ka zhvilluar një ditë më parë mbledhjen e radhës së Asamblesë Socialiste. Në këtë takim mori pjesë i deleguari politik për qarkun e Vlorës Bledi Çuçi si dhe bashkëkryetarët e Partisë Socialiste e Vlorë Klevis Kaso dhe Eriona Ismaili. Të pranishëm në takim dhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës Bruna Mersini, deputet e qarkut dhe anëtarët e Asamblesë Socialiste. Mbledhja e cila zgjati për rreth 2 orë u fokusua kryesisht në analizën e riorganizimit të strukturave dhe në ndarjen e zonave të përgjegjësisë për deputetët dhe drejtuesit lokal. Sipas diskutimeve, synimi kryesor është rritja e pranisë në terren dhe afrimi mik drejt për drejt me qytetarët për të identifikuar dhe adresuar problematikat konkrete në çdo lagje dhe njësi administrative. Në këtë kuadër zhvendosur që deputetët të kenë përgjegjësi të qarta në zona të caktuara, duke përfshirë edhe njësitë administrative, ku do të angazhohen në mënyrë të vazhdueshme me strukturat vendore dhe komunitetin. Ky organizim synon të forcojë komunikimin me bazën dhe të rrisë efikasitetin e ndërhyrjeve në terren. Në fjalën e tij, deleguari politik Bledi Çuçi theksoi nevojën për rinigjerizim të Partisë Socialiste në Vlorë, duke kërkuar angazhim më të madh nga drejtuesit lokal dhe strukturat. Ai nënvizoi se çdo kryetar organizate duhet të ketë si objektiv zgjerimin e partisë, duke ofruar të paktën 4 anëtar të rinj në radhë të saj. Gjithashtu në mbledhje u diskutua dhe për rëndësinë e koordinimit mes strukturave politike dhe pushtetit vendor, si dhe për rritjen e përgjegjshmërisë në raport me qytetarët. U theksua se kontakti drejt për drejt me komunitetin mbetet kyç për të ndërtuar besim dhe për të përballuar sfidat që lidhen me menaxhimin lokal. Kjo mbledhje vjen në një moment kur Partia Socialiste ka nisur lëvizjet për organizimin në terren, duke synuar forcimin e strukturave dhe rritjen e mbështetjes përpara proceseve të ardhshme zgjedhore.